Në vitin 1927, intelektuali dhe eseisti francez Julien Benda boton një libër që për shumë kohë njeh si një libër shumë i famshëm, por që edhe sot gjen veten e tij mes shumë lexuesve dhe mes shumë qytetërimeve kudo që ai përkthehet dhe lexoj. Julien Benda, përmes tradhtisë së intelektualëve, ka ardhur tashmë edhe në gjuhën shqipe duke i folur një shoqërie që e ka vënë në qendër të debatit publik në disa forma dhe në disa kohë të ndryshme tradhtinë e intelektualëve. Por çfarë është tradhtia e intelektualëve? Benda e përdorte termin klerk duke ju referuar në fakt atyre intelektualëve që ishin pjesë e inteligjencias, e strukturave shtetërore. Por në këtë libër ai sjell tradhtinë e intelektualëve në disa forma dhe në disa qasje, duke i referuar tradhtarëve që jo vetëm bëhen pjesë e nomenklaturave apo pjesë e politikave shtetërore duke u kthyer në zgjatues të politikave, por edhe atyre të intelektualëve të cilët tradhtojnë vetveten dhe gjithashtu tradhtojnë atë në të cilën besojnë për hir të interesave krejt të vogla të momentit kur jetojnë. Jemi me përkthyesin e këtij libri, zotin Olsi Kokushta, i cili ka marrë përsipër të bëjë Bendën të flasë shqip dhe të flasë shqip intelektualëve shqiptar. Si nisi përkthimi i Bendës në shqip? Pse vendoset të shqipronit tradhtinë e intelektualëve? Më dërojë titulli, se titull më duk interesant, tradhtia intelektuale. Në fakt në frëngjisht ishte tradhtia klerike, që ishte edhe sinonimi njeriu me kulturë, njeriu të lexuar, njeriu të ditur. Dhe në variantin anglisht kishte ardhur po me këtë titull, me titullin tradhtia intelektuale. Për këtë arsye më duk më e plot, më gjithëpërfshirë se termin më duk termin intelektual. Sepse termi klerik sigur nuk, sidomos në Shqip, nuk merr tjetër konotacion. Tu i përfshin të gjithë, të tërë, edhe shkencëtarët dhe shkrimtarët dhe njerëzit akademikët, njerëzit që janë fushë në mendim. Ka pëlqyer ajo forca e tij për të disi nga më lart në pozicion tjetër, në pozicion i interesuar, siç thotë dhe i vetë, për të parë marrëdhëniet e intelektualit me shoqërinë, me politikën sidomos, se politika është një nga shtysat kryesore ku intelektuali mund të gabojë, me që të rigjet shumë prej saj dhe aty me të vërtet mund të gabojë. Qoftë emocionalisht, qoftë për të arritur një lloj fame, një lloj emri, për ego personale, për të komisionuar. Po, dhe për të duar trokitur, për të qenë i suksesshëm. Pra, janë të gjitha këto i vënë si arsye, i thekson si arsye që e dëmtojnë punën e intelektualit, sepse duke u prirur drejt këtyre interesave praktike të përditshme, të jetës përditshme, për të njohur ke njerëzit, do bie në këtë lojën dhe gabon. Sidoqoftë, unë mendoj që shkrimtari ka gjithë të drejtën në emër të bindjes së tij morale për të shpallur luftë shtetit, po ashtu mendoj se nëse ai e mbyt këtë bindje dhe do t'ja di vetëm për atë çka është në interesin e shtetit, ai shndrohet në një konformist të ulët, duke nxjerrë kështu në pa tradhtinë e intelektualëve. Por mendoj se atëherë ai duhet ta pranojë edhe pasojën, duke patur parasysh nëse gjykon si të rrezikshëm, shteti mund ta bëjë atë të pi helmin. Një pjesë e librit që Benda sjell shumë përmbledhta si atë që cilëson si lloj tradhtie të intelektualit konform politikave, masave që merren, por edhe vështirësisht që ka për të mbajtur një demokraci në këmbë dhe shpesh të mënyrës se si shteti i përdor intelektualët. Po, dhe shumë pjesë të librit ai ilustron sidomos me politikën franceze, me aktualitetin francez, sepse atë një më mirë edhe është pjesë e saj. Plus që në këtë kontekst historik, Franca luante një rol të madh në ato vite.
fushë në ideve. Vinte nga një iluminizëm, nga një epokë ku ishte lideri duke bërë një ilustrim të tillë me këto personazhe të forta të politikës franceze të atyre viteve, ai i sulmon këta intelektual sepse për ta demokracia tashmë është bërë e lodhshme, është nga që ka lirinë e mendimit, lirinë e shprehjes, lirinë e veprimit. Të gjitha këto elemente bëjnë atë të lodhshëm dhe mendon se është më e lehtë që të veprohet në fusha më të mbyllura, kur më të unifikuara të mendimit. Demokracia është një punë e përditshme. Demokracia bëhet e lodhshme për ta dhe prirën drejt ideologjive nacionaliste, faqiste, komuniste, sidomos të asaj kohe, sepse libri është shkruar në ndërkohën midis dy luftrave botërore dhe në këtë kohë këto ideologji ishin në fillimet dhe po shkonin drejt kulmit të tyre në fakt në gjithë Europën. Të tyre në gjithë Europën për të kulmuar pastaj në luftën e dytë botërore, ku autori përsëri në një ribotim të vitit 1946 bën një riboton librin me një parathënie të re shumë të gjatë, ku reflekton dhe pasojat e luftës së dytë botërore dhe gjithë zhvillimet që ai në një farë mënyrë i parapriu, domethënë i parashikoi. Ai analizon në fakt parashikimet që kishte bërë mbi tradhticë intelektualëve të disa vendeve të Europës, por edhe përfshirjen e tyre në këto sisteme, rolin që kishin patur intelektualët në këto sisteme. Sidomos sulmon mendimin e asaj kohe filozofik, mendimin gjerman, përgatitje për njerëz të cilët do të shërbenin kauzave kombëtare, çështjeve kombëtare, nacionalizmave dhe jo nuk do të shërben mendimit. Këtë kërkon nga intelektuali që të jetë i distancuar nga, i larguar nga të ideologjit që janë me nevoja praktike, përditshme, nevojat e kombit, nevojat e politikës. Ai kërkon rolin e intelektualit në një tërheqje më pranë ideve universale, pranë ideve të drejtës, të arsyes, së mirës, të vlerat intelektuale sipas Bendës, nga të cilat kryesore janë drejtësia, vërteta dhe arsyeja, dallohen përmes tre tiparave karakteristikeve të mëposhtme. Janë statike, janë të çinteresuara dhe janë racionale. Kush janë intelektualet e Bendës? Intelektualet e Bendës janë intelektualet që sipas tij deri në fund shekullit 19. Aty mendon ai se ka filluar kjo kthesë në bazë iluminizmit në fillimet e viteve 1900. Ai mendon se intelektualët kanë bërë një thyerje, kanë drejtuar mendimin drejt nevoja praktike dhe ilustron edhe me një shprehje që thotë bota e mendimit. Njerëzit kanë vepruar keq, por kanë burrur të mirën deri më sot. Dhe më pas ai mendon se ka filluar të bëhet e kundërta, domethënë bëhet e keqja dhe mburret e keqja si e mirë. Si e mirë, si parim që duhet ndjekur, si arsye drejt cilës duhet shkuar. Dhe jo më siç ishte dikur, domethënë që e keqja mund të bëhej, por dije kush ishte e mira. Ai pretendon se e mira tashmë nuk dihet më kush është e mira, drejt kujt po shkohet. Sulmon në realizmin e popujve, realizmin e politikës, realizmin drejt cilit ka të shkuar dhe intelektualet. Pra, të cilët kanë hequr dorë nga kërkimi i vërtetës dhe janë politizuar. Po, dhe janë dërguar drejt një realizmi të egër që të çon thot drejt një imperializmi të specit. Që na çoi në fakt na çoi jo vetëm gjatë luftës së dytë botërore, por edhe pasaj me ndarjen e Europës në dy anë përmes një perdeje të hekur që ishte një lloj perdeje e ideologjisë
që nuk besonte më tek vlerat intelektuale, ku intelektuali ishte tashmë edhe zyrtarisht në funksion. Praktike, nuk i vë dot në zbatim, nuk përfiton dot prej tyre. Ai pretendon që intelektuali do të ngel në atë botën e vet të veçuar. Ligji intelektualit, thot Benda, është atëherë kur i gjithë universi gjunjëzohet para të padrejtit, që është bërë zot i botës, të qëndrojnë në këmbë dhe t'i kundërvor këtij ndërgjegjen njerëzore. Ai citon më pas Sokratin që u thoshte sofistëve, atyre mecenatëve dhe të gjithë intelektualëve tradhtar, se ishte themeli i tërë filozofisë së tyre, etja për sensacion. Sa ka nevojë dhe sa është si një lloj filli i tradhtisë, dëshira që kanë intelektualet për vëmendje, për sensacion, për para, për të mira materiale, për të asociuar, për të përgdhelur politikisht, publikisht, për të marrë skenën, për të qenë në qendër të vëmendjes. Pra kjo etje për sensacion. Këtë mundohet sjell dhe autori, domethënë që ka një shkëputje janë shumë të vërteta dhe janë historike, dhe njeriu në fundit është duke qenë njeri dhe intelektuali patjetër që ndikohet nga të gjitha këto që thamë. Por në qoftë se përpara ishte shumë më i paprekur nga këto dhe kishte një qendër orientimi ku si e mira, drejta, arsyeja, morali, gjitha. Këto do që janë dobësuar shumë dhe ai shtyhet shumë më lehtë drejt qëllimeve praktike, drejt etjes për sensacione, e ka shumë të lehtë sot që të rrëshkasë, të largohet nga funksionit i bazë, që është marrja me idet dhe me mendime universal, jo me tematikat e përditshme, por jo që është e madhe, politika është shumë filimprurse, të bën të famshëm më shpejt. Se gjatë punës suaj me përkthimin, çfarë ju ka rënduar më shumë, po themi emocionalisht? Patjetër që e bën shumë të vështirë, dhe ndoshta edhe egzageron në qëndrimin që duhet mbajë intelektuali, sepse i kërkon të largojë nga çdo pjesëmarrje në politikën aktive, në çështjen temat e përditshme, por në raste si luftrat dhe intelektualet kanë ndoshta është nevojshëm të shprehë mendimin e tyre. Benda është shumë i sert dhe nuk toleron asnjë dalje nga ky rol i intelektualit dhe mendon atë si një klerik që hyn në botën e vet dhe nuk do të dalë në asnjë mënyrë. Pra, ndoshta është pak më tepër se s'duhet i ngurt, i vendosur dhe ndoshta bëhet dhe pak i rënd, e vendos rolin e intelektualit në një kornizë të gati të pathyeshme. A nuk do të jetë sepse po intelektuali përfshihen të gjitha fushat, akademik, shkencëtar, filozof, dhe jo të gjithë mund të ruajnë këtë, ashtu siç dhe historia tregon, dhe ai shembuj që i merr janë Jezusi dhe Sokrati, të cilët nuk është se janë rastet të pafundme. Këto janë rastet me të cilat ai kërkon që ta krahasojë punën e intelektualit, domethënë të arrijë deri atje, ndoshta sa të pi dhe helmin, siç pra një intelektuali i paepur, i pathyeshëm, që besoj është inekzistent. Ekzistent, por me rast të rrallë si Sokrati ose Jezusi që sakrifikuan jetën e vet. Kam përshtypjen se këto pasione mund të përmblidhen në dy dëshira themelore. Një, dëshira një grupi njerëzish për të shtënë në dorë ose ruajtur një të mirë materiale, territore, mirëqenie, pushtet politik së bashku me përfitimet materiale që ajo përfshin.
2. Dëshira e një grupi njerëzish për të ndjerë të veçantë, të dallueshëm nga njerëzit e tjerë. Mund të themi gjithashtu se ato përmblidhen në 2 dëshira, ku njëra kërkon kënaqjen e një interesi dhe tjetra atë të një krenarie. Këto 2 dëshira hyjnë te pasionet politike përmes raportesh shumë të ndryshme, në varësi të pasionit që shqyrtohet. Një pasion, forca morale të cilit është vetëm interesi, nuk është i Zotit të luftoj kundër një tjetri i cili mobilizon së bashku interesin dhe krenarin. Kjo është gjithashtu një nga dobësitë e socializmit përballë pasionit klasor. Ashtu siç ushtrohet ai nga burgjezia, ku burgjezit dëshirojnë që edhe të zotrojë materialen, edhe të ndjehet i veçantë. Duket se Benda jo vetëm ngre pikpyetje, por jep edhe përgjigje se çfarë bën intelektualin të cedojt. Kemi parasysh që intelektuali i Bendës është njëri, siç po na shpjegonit, të cilin Benda e kërkon të jetë i mbyllur brenda një kornize, por në fakt, a nuk është ky roli i intelektualëve, pra të bëjnë dallimin mes masës dhe individit, mes mendimit dhe turmave, mes njerëzve që dinë çfarë mendojnë, gjykojnë dhe analizojnë bazuar mbi disa të dhëna, dhe njerëzve të thjeshtë, cilët munden vetëm të sigurojnë jetesën e tyre. Pra, cila është diferenca? Sipas ti, domethënë, intelektuali duhet të ndalojë të ngel brenda këtyre kornizave të botës së ideve dhe nuk duhet në asnjë mënyrë dal prej tyre, qoftë nga joshja për famë, për emër, për sukses, për sensacion, për qoftë dhe për nevoja praktike, për të përkitur një shtrese si, po të themi, burgjezia, që ai thotë që në mënyrë që intelektuali bëhet pjesë, të jetë sa më pranë burgjezisë, sepse ka dhe përfitimet e tij ekonomike shpirtërore, atëherë ai sakrifikon në konfliktet klasore, konfliktet kombëtare. Patjetër shoqëria ka nevojë për mendimin e tij, por duke bërë pjesë e këtyre interesave, ai kthehet në të kundërt të rolit vet. Autori mendon se intelektualët nuk kanë bërë punën e tyre të dur, jo vetëm nuk e kanë bërë, por më shumë herë ato kanë bërë të kundërtën, janë bashkangjitur këtyre ideologjive nacionaliste, fashiste, komuniste dhe i ka marrë vrulli i tyre dhe jo vetëm që kanë tradhtuar rolin e tyre, por janë kthyer edhe në nxitës, drejtues të opinioneve, të mendimeve, të ideologjive që nuk kanë asnjë lloj lidhje me rolin e tij si intelektual. Nëse flasim për një shoqëri që është tradhtuar nga intelektualet e saj, mund ta merrnim hipotetike, mund të marrim në konsiderat Shqipërinë komuniste, ku intelektualet me apo pa dëshirën e tyre, disa për konformizëm, disa për interesa krejt praktik, disa nga frika, disa nga mungesa e guximit, u përdorën politikisht, tradhtuan atë që besonin dhe u bën zgjatime, u bën mëng, u bën gishtërin të pushtetit politik, ekonomik që mbizotronte dhe që mbajti vendin peng për pothuajse 5 dekada. A është kjo një farë mënyra se si ne mund ta vizualizojmë për ndryshe atë tradhtitë intelektualëve për cilën flet Benda dhe pasojat që sjell? Patjetër, por është një kontekst tjetër, i detyrueshëm, dhe mendoj se këtë rol intelektualët kanë luajtur të detyruar, ndërsa Benda flet për një botë më të lirë, një botë ku intelektuali e ka marrë vetë përsipër dhe nuk ka qenë i detyruar të marrë pjesë në çështjet e përditshme, nuk ka qenë detyruar të dalë nga puna e tij e përditshme, kurse në epokën që ne kemi kaluar, intelektuali ka qenë detyruar të mendojë në një mënyrë të caktuar dhe çdo dalje nga këto korniza
mund të kushtonte shumë rënd. Ndërsa për periudhën kur flet Benda, intelektualët thjesht janë nisur nga dëshirat, nga nevojat e tyre personale dhe nevojat e tyre për të arritur famën e tyre, për të kënaqur etjen e tyre, për emër, për famë, me dëshirën e tyre nga roli i tyre. Shpesh ka shumë individ që ende sot mendojnë që janë të detyruar ta luajnë një rol të caktuar dhe detyrimi është një lloj përcaktimi nga rrethanat ekonomike. Ka kundërshtim me rolin e tij si intelektual. Çdo kush, ashtu thotë autori, kërkon të ekzistojë, ka familjen e tij, ka nevojat e tij, ka jetën e tij, por kjo përballje me realitetin pastaj bën dhe ndoshta dallimin midis një intelektuali fuqishëm, ndikues, me një pseudo-intelektuali. Nga një intelektuali momentit, sidomos si ato që analizon ai të politikës përditshme të asaj periudhe të Francës. Kujt i flet sot Julien Benda me tradhtinë e intelektualëve? Mendoj të gjithë intelektualëve, të gjithë atyre që funksionit cilëve është të punojnë në botën e ideve që mund të quhen universale dhe jo në botën e ideve të përditshme, pasojat që lë ky mendim në botën e përditshme dhe ilustron për shembull në shkencë me bombën atomike, kur intelektuali ose shkencëtari kushdo që është i fushës mendimit punon në këtë drejtim. Dhe shfrytëzimi i tyre ngelet pastaj nuk është roli intelektualit, është roli i politikës, i shoqërisë, që t'i bërë këto të gjitha në zbatim për ta bërë jetën më të lehtë, më praktike, më të mirë për njerëzit. Nëse ne lexojmë Bendën, jo vetëm kuptojmë më shumë natyrën njerëzore dhe intelektualët, por kuptojmë që në fakt jetojmë mes tradhtarëve. Të tradhtarët ka pasur gjithmonë. Më tepër janë rastet e intelektualit pastër, e mendimtarit pastër, janë më të rralla, të zakonshme si Sokrati, si Jezusi. Por nuk mund të ketë vetëm Sokratin dhe Jezusit. Nuk mund të kemi vetëm dy të vdekur. Na duhen njerëz të gjallë. Na duhen intelektual të gjallë. Ai mendon se ka pasur një rilindje bota, dhe më optimistët thotë mendojnë që do të ketë dhe një tjetër, se kur nuk ka rëndësi ne jemi këto 2000 vjetën shumë pak në historinë botërore, por që unë jam pesimist, nuk shoh të afërt të rilindje të epokës vlerësimit mendimit, ku ai idealizon periudhën e vlerësisë, antikitetit, që mendimi ishte më brenda rolit që ai mendon se intelektuali duhet të ketë në jetë. Është një specie, thot autori, që është në zhdukje në gjithë botën dhe mendoj se në Shqipëri duhet të jetë akoma më vështirë të ketë një rilindje të kësaj lloj specie. Tradhtarët që sulmon ai janë shovinistë, racistë, fashistë të gjitha nuancave, por edhe përfaqësuesit e asaj korporate, intelektuale që bëjnë politik në strehen e epërsisë dhe pranësisë së supozuar, shërbëtorët e çdo regjimi apo ideologjie, edhe kur udhëhiqen nga qëllimet më të mira. Duke ju ftuar të lexoni Tradhtinë e intelektualëve të botuar nga Botime Dituria në analizë historike e shoqërive dhe tradhtisë, që një pjesë e kësaj shoqërie i bën idealeve dhe pjesës tjetër të shoqërisë. Faleminderit. Faleminderit ju.